Të përshëndes edhe unë Lili, në fakt bëhet fjalë për një operacion të ndjekur nga prokurori Bledar Maksuti, prokurori i prokurisë posaçme, të cilët ka hetuar tenderat e akshit, një institucion ky i përfolur për tendera abuziv të dhëna në mënyrë klienteliste ndaj biznesmenëve të favorizuar dhe pranë qeverisë, dhe për këtë arsye ka nisur një hetim nga prokuria posaçme ku janë zbuluar të paktën 12 procedura prokurimi, të cilët janë gjetur në shkelje proceduriale dhe për këtë arsye janë lëshuar disa masa sigurie ku ka arrest në burg dhe arrest në shtëpi. Mas sigurie ka dhe drejtoresha e akshit Mirlinda Kërçanaj, ndërkohë kanë edhe disa biznesmen të cilët janë përfituesit e drejt për drejt të tenderave në këtë institucion. Kujtojmë këtu që me datën 3 dhjetor, drejtoresha e akshit Mirlinda Kërçanaj për gati 3 orë ka dhënë shpjegime në prokurinë e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar sa i takon mënyrës së veprimit dhe dhënies së procedurave të prokurimit ndaj biznesmenëve të ndryshëm dhe si ishte zgjedhur procedura për dhënien e këtyre tenderave pasi sipas prokurisë posaçme, nga ana tjetër është bërë me dije se disa tender të cilët janë hetuar nga ana prokurisë posaçme kanë rezultuar, mu themi, me njollë të kuqe, për shkak se janë në mënyrë të qartë tendera të dhënë në mënyrë abuzive ku i kanë shkaktuar një dëm të konsiderueshëm buxhetit të shtetit. Sigurisht në të tilla kushte prokuria e posaçme ka iniciuar një hetim dhe më pas ka konkluduar në sigurimin e informacioneve, sigurimin e provave, sigurimin e materialeve penale të cilët do të përdoren në gjyq dhe lëshimin e urdhrave të ndalimit. Disa masa sigurie janë lëshuar nga ky institucion, konkretisht edhe për Mirlinda Kërçanaj, Ermal Beqiraj dhe personazhe të tjerë të cilët janë pjesë e tenderave të përfituesve të akshit. Kujtojmë këtu në fakt që bëhet fjalë për një nga biznesmenët të quajtur Ermal Beqiri, pronari i kompanisë Soft Solution, i cili edhe më herët ai është marrë në pyetje në prokurinë e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar dhe sipas prokurisë së posaçme ka pasur edhe përfitues kompania e tij Soft Solution ka përfituar në mënyrë të dyshim tendera të dyshuar korruptiv nga akshi. Sigurisht është një dosje e madhe që po hetohet nga prokuria e posaçme, ka pasur edhe një hetim tjetër edhe prokurori Elvin Gogaj sa i takon procedurave të akshit, por kësaj radhe ka konkluduar me veprim më konkret prokurori Bledar Maksuti në prokurinë e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, ndërkohë që pritet të ketë edhe një njoftim zyrtar. Është një operacion në vijim Lili, për shkak se hetuesit e Byrosë Kombëtare të Hetimit prej mëngjesit të kësaj të martë kanë zbarkuar në Kodrën e Diellit një rezidencë për cilën jetojnë dhe është e njohur për vendbanimin e disa zyrtarëve apo biznesmenëve të cilët kanë qenë përfitues të tenderave në aksh dhe për këtë arsye operacioni është shtrirë pikërisht në marrjen e dokumentacioneve, marrjen e të dhënave elektronike, aparateve celular, por kështu edhe për komunikimin e akuzave pikërisht dhe ndalimin ato që janë me mas siguri. Është një kërkesë e cila ka zbritur në gjykatën e posaçme dhe më pas kjo gjykatë ka konkluduar me mbi kërkesën e prokurisë për lëshimin e urdhrave të ndalimit. Operacioni është ende në vijim, do të kemi njoftim zyrtar për pak ndoshta orë, për shkak se duhet të konkludohet gjithsej me gjithë masat e sigurimit, ndërkohë që nga ana tjetër bëhet me dije pra që janë disa masa sigurie si arrest në burg, si edhe arrest në shtëpi. Konkretisht është konfirmuar edhe masa sigurisë arrest në shtëpi për Mirlinda Kërçanaj, një zyrtare kjo e akshit e cila me datën 3 dhjetor u morë në pyetje si person që ka dieni mbi faktin penal sa i takon edhe procedurave të tenderimit. Kujtojmë këtu që nga ana tjetër më herët është marrë në pyetje në fakt edhe më herët Mirlinda Kërçanaj, pra nuk është hera e parë që ishte marrë me 3 dhjetor, por është marrë edhe, kujtoj këtu, në Ver, pikërisht nga Korriku është marrë në pyetje mbi procedurat e prokurimit të hetuara nga prokuria speciale, ndërkohë që nga ana tjetër, si duket dëshmia e saj, e ka bindur prokurorin
Bledar Maksuti për të lëshuar masa sigurie. Sigurisht është ende herët për të folur konkretisht mbi emra konkret, për shkak se duhet presim edhe konfirmimin zyrtar nga ana e prokurorisë së posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, duke qenë se operacioni aktualisht është në vijim dhe agentët e Byros Kombëtare të Hetimit po veprojnë në vendodhjen e personave të dyshuar pikërisht që janë me masë sigurie dhe me ndihmë të policisë së shtetit, po veprohet konkretisht mbi ndalimin dhe komunikimin e masave të lëshuara nga gjykata e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Ndërkohë që mes emrave është edhe Ergys Agasti dhe biznesmeni ashtu sikurse e the Ermal Beqiraj, apo janë të pakonfirmuar? Që janë persona që janë edhe në arrest në Burg. Tani për këtë duhet presim konfirmim zyrtar nga prokuroria e posaçme, për shkak se janë biznesmen të cilët kanë dy kompani, Soft Solution dhe EA Solution, të cilët janë dy përfituesit më të mëdhenj të 12 procedurave të prokurimit në Aksh. Pra, duke qenë të tillë dhe duke qenë se ka qenë subjekti marrës në pyetje, sigurisht në bazë të dyshimeve tona, por edhe burimeve brenda godinës së prokurorisë së posaçme, na konfirmoi një fakt të tillë që pikërisht ka masë sigurie për këta persona. Por, më konkretisht do të presim njoftimin zyrtar, sigurisht që të jemi në linjën e drejtë gazetareske për të konfirmuar në dy burime, pikërisht edhe për të hequr çdo aludim apo ndryshim apo ndoshta ndonjë për ta konfirmuar zyrtarisht mënyrën se si është vepruar ndaj dy biznesmenëve, por është konfirmuar që ka dhe masë sigurie edhe për Ergys Agasin edhe për Ermal Beqirin, që janë pikërisht dy përfituesit e tendrave në Aksh. Në sa tendra është duke u zhvilluar hetimi i Byros Kombëtare të Hetimit dhe ISPAK? Janë aktualisht 12 procedura prokurimi që po hetohen nga prokuroria e posaçme. Në fakt ka qenë një numër i vogël fillimisht i hetimit të këtyre procedurave, por nga materialet e gjetura dhe nga kontrollet e kryer her pas here nga Byroja Kombëtare të Hetimit në ambiente ku dyshohen se ishin materiale elektronike apo shkresa fatura të tilla, është arritur në përfundimin apo është konkluduar që hetimi është zhvilluar më shumë, jo vetëm në ato procedura prokurimi, por në 12 të tilla. Pra, për të parë një procedurë se si është ndjekur në 12 tendera, që sigurisht përfituesit e këtyre 12 tenderave kanë qenë vetëm 2 kompani. Më pas është konkluduar në fakt që kompanitë të cilët ishin përfituesit e këtyre 12 tendera janë zgjedhur në shkelje të ligjit. Sigurisht është procedura e njohur tashmë edhe për hetimet e tjera në çdo ministri apo në çdo bashki të cilët ka hetuar prokuroria e posaçme, që fillimisht akuzon anëtarët e Komisionit të Vlerësimit të Ofertave për një anëshmëri mbi zgjedhjen e biznesit apo biznesmenëve të cilët janë përfituesit e tendrave, por kësaj radhe duket që prokurori Bledar Maksuti ka shkuar deri më tej, deri tek titullarja e institucionit Mirlida Kërçane, për shkak se ka dyshime që gjithçka në 12 procedura prokurimi është bërë nën bekimin e saj. Që do të thotë Edison, nga masat e sigurisë të lëshuara ditën e sotme, e kalojnë numrin e tenderave apo jemi në barazim? Duhet presim edhe pak, për shkak se siç e thash ne kemi informacionin për 12 tendera, por edhe në momentin e fundit kur Mirlida Kërçana ishte e thirrur në prokurorinë e posaçme datën 3 dhjetor për të marrë një deklarim të saj, e kishim informacionin për 12 procedura prokurimi, pra 12 të tilla për të cilën, siç e thash edhe më herët, SPAK ka zbuluar një metodë apo një mënyrë se si jepen këto tendra, pra si jepen para nga buxheti i shtetit ndaj dy biznesmenëve, por janë shumë të konsiderueshme parash, për shkak se edhe Akshi është institucioni më i rëndësishëm i shtetit shqiptar, ku janë të gjitha të dhënat personale, kujtojmë këtu që ka qenë sulmuar edhe nga hakerat, po ashtu ka edhe sistemet elektronike të gjithë ministrive qeveritare, ndërkohë që nga ana tjetër ka pasur denoncime të shumta si edhe nga
opozita, sa i takon edhe personit kryesor në Akshi, cila është Mirlinda Kërçanaj, dhe nga ana tjetër për mënyrën se si veprohet në këto procedura prokurimi. Sigurisht gjitha këto me radhë, pra gjithë deklarimet, deklaratat, materialet, provat hetimore, provat shkresore, provat elektronike janë përdorur nga Bledar Maksuti, prokurori i prokurisë së posaçme, për të konkluduar më pas me masa sigurie. E qartë, Mire Edison, unë të falenderoj shumë. Sigurisht mund të kërkosh linjën nëse kemi të tjera zhvillime.